Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua nuk konsumoi bukë për 30 ditë dhe u befasua me atë që i ndodhi më pas. Kohët e fundit, shumë njerëz po ndjekin regjime ushqimore që synojnë eliminimin e karbohidrateve për një kohë të caktuar. Me karbohidrate kemi fjalën për bukën, makaronat dhe pjetë e gazuara, sheqerin e të tjera, të cilat për shumë ekspert janë fajtoret e shëndoshjes dhe mbipeshës. Përpara se të ndërmerrni një hap të tillë, duhet të dëgjoni me vëmendje çfarë ndodh me organizmin nëse nuk hani bukë. Këto janë të dhënat sipas Bright Side që do të ndodhin me trupin tuaj nëse hiqni dorë nga buka. Do të keni më pak ujë në trup. Në momentin që vendosni të hiqni dorë nga buka dhe kufizoni karbohidrate, do të vëreni se pesha juaj do të pësojë një ndryshim vërtet të shpejtë, dhe kjo është në pozitivitet të shëndetit tuaj. Buka do të evitojë gjithashtu mbajtjen e lëngjeve në trup. Me heqjen dorë nga buka, do të hiqni edhe depozitat e ujit të tepër në trup, që do ju bëjë që të mos jeni shumë të fryrë. Konsumi i karbohidrateve shoqërohet me një akumulim të tepërt të ujit në organizëm që shkaktohet edhe me fryrjen e madhe. Mungesë energjie. Karbohidratet janë burime kryesore të energjisë për trupin. Kur njeriu heq dorë nga karbohidratet, organizmi plagështohet sepse në vend të glukozës djeg ketonet për energji. Ky fenomen njihet si gripi i karbohidrateve sepse simptomat janë të ndjeshme. Njeriu përballet me tharjen e gojës, lodhje, dobësi, marramendje, probleme me gjumin dhe mjegullim të trupit. Më pak neps. Karbohidratet rrisin nepsin dhe aktivizojnë shumë pika në varësi të trurit. Mungesa e tyre do të përshtatë trurin me nevoja të tjera. Në vend të ushqimeve jo të shëndetshme, do të hani ushqime me fibër dhe me pak sheqer. Ulet rreziku për sëmundjet e zemrës dhe diabetit. Karbohidratet e përpunuara, ku bëhet fjala më pas edhe buka, rrisin ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe diabetit të tipit 2. Drithrat e shëndetshme nga ana tjetër janë ato që nuk përpunohen dhe lihen në gjendjen e tyre të plotë. Këto drithra ulin kolesterolin dhe ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër, ishemisë, mbipeshës dhe diabetit të tipit 2. Më pak energji. Siç e thamë edhe më herët, karbohidratet janë burimi kryesor i energjisë së organizmit. Në mungesë të tyre, trupi është i plogësh dhe me pak energji. Kjo mund të zgjidhet duke konsumuar drithra të plota, të cilat janë burime të shkëlqyera të hekurit, magnezit dhe vitaminës B. Probleme me tretjen. Konstipacioni është një efekt anësor i heqjes dorë nga buka dhe karbohidrate në përgjithësi. Sistemi tretës i duhet pak kohë që të përshtatet me këtë regjim të ri. Ndaj ekspertët rekomandojnë konsumin e shumë perimeve dhe frutave dhe pirjes së ujit. Luhatje me humorin. Karbohidratet rrisin nivelin e serotoninës të çliruar në tru, ndaj në mungesë të tyre, njeriu është më i acaruar dhe përballet me luhatjen e humorit. Prandaj ekspertët sugjerojnë marrjen e suplementeve të magnezit dhe mineraleve të tjera të rëndësishme për shëndetin e trurit. Pavarësisht nga efektet negative që sjell buka e bardhë, është një nga ushqimet më të rëndësishme për të konsumuar për shumë njerëz në të gjithë botën. Këto janë 5 probleme shëndetësore që mund të hasni kur hani bukë të bardhë me tepric, sipas asaj që raportohet nga faqja e internetit MSN. Kapslëk. Buka e bardhë bëhet edhe me drithra të përpunuar siç janë orizi i bardhë, makaronat e bardha dhe shumë pasta dhe produkte të tjera. Kur kokrat përpunohen, do të thotë që krundet dhe pjesa e farës janë hequr nga drithra, të cilat përmbajnë një sasi të madhe të fibrave që lehtësojnë në tretjen dhe nxjerrin produktet e mbeturinave nga zora. Prandaj mungesa e krundeve në bukën e bardhë mund të kontribuojë në kapslëk. Nivelet të larta të sheqerit në gjak. Buka e bardhë mund të shkaktojë një rritje të niveleve të sheqerit sepse çliron shpejt glukozën. Nga ana tjetër, ushqimet që lëshojnë ngadalë glukozë, të cilat lejojnë që nivelet e sheqerit në gjak të qëndrojnë të qëndrueshme. Nëse keni diabet tipit 1 ose të tipit 2, ngrënia e bukës së bardhë shpesh mund të jetë e rrezikshme, pasi mund të çojë në rritje të sheqerit në gjak dhe të shkaktojë edhe probleme. Mbipesha. Një studim sugjeroi se ngrënia e ushqimeve me indeks të lartë glicemik, të tilla si buka e bardhë dhe ëmbëlsirat, mund të çojë në rritjen e urisë, e cila nga ana tjetër mund të çojë në ngrënie të tepërt dhe shtim në peshë. Një studim tjetër tregoi një lidhje midis ushqimeve dhe rritjes së peshës.
Merrni parasysh kufizimin e marrjes së bukës së bardhë për të shmangur rrezikun e konsumit më të madh të kalorive se sa i kërkon trupi juaj. Irritim të lëkurës ose puçra. Sipas shoqatës amerikane të dermatologjisë AAD, disa studime të vogla tregojnë se ndjekja e një diete me shumë sheqer mund të rrisë sasinë e puçrave që mund të keni. Kur niveli i sheqerit në gjak rritet, trupi prodhon edhe yndyrnat që kontribojnë në acarimin e lëkurës dhe puçrave. Përveç kësaj, sheqeri i lartë në gjak shkakton inflamacione në të gjithë trupin, gjë që rrit mundësinë e acarimit të lëkurës ose të puçrave. Çdo zgjidhje që konsumohet ka një ndikim të menjëhershëm në trupin tonë. Shqiptarët janë konsumatorët më të mëdhenj të bukës, madje kur vjen puna te ajo që ham, drejtohemi edhe në konsumin e drekës ose të darkës, jemi ndër të paktët vende në botë që themi akoma le të ha më bukë. Por përpara përzgjedhjes së bukës së preferuar, qëndrojnë edhe shumë ngjyra ose miell. Çdo zgjedhje që konsumatorët bëjnë ka ndikime të menjëhershëm në trupin e tyre. Ndaj përpara se të kërkosh bukën, duhet të zgjidhësh atë që në mënyrë të ushtroheni në përmirësim të shëndetit tuaj. Buka e bardhë e grurit. Buka e bardhë e grurit është ndoshta buka më e konsumuar në treg, por ajo që duhet të dini është se kjo bukë është një kallup i madh sheqeri. Ngrënia e kësaj buke do të rrisë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke shkaktuar rrezik për atak në zemër, në mëlçi të veshur me yndyra, obezitet dhe diabet. Studiuesit kanë provuar se buka e bardhë mund të përshpejtojë formimin e rrullave në fytyrë dhe tharjen e lëkurës. Buka e bardhë prodhohet me miell të bardhë të përpunuar. Përpunimi i miellit të bardhë do të thotë që atij janë hequr proteinat dhe vitaminat B për të krijuar një produkt i cili është i ëmbël dhe lehtësisht i përtypshëm nga konsumatori. Buka, asesi nuk duhet të tepruohet në mënyrë që të mos ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që të bëni edhe testin e intolerancës ndaj glutenit për të zgjedhur bukën më të përshtatshme për organizmin. Shumë kush e shmang bukën, por zgjidhja e llojit të duhur mund të ketë efekte pozitive për zorët tuaja. Gjithashtu anasjelltas, zgjedhja e llojit të gabuar mund të shkaktojë efekte anësore. Me zgjedhjen e duhur të bukës, konsumi i saj mund të ketë disa efekte pozitive në zorët tuaja. Mund të përmirësojë shëndetin e zorëve. Buka me 100% drithra të plota mund të përmirësojë shëndetin e zorëve, sepse fibrat e tretshme që gjenden te disa drithra fermentojnë bakteriet e mira të zorëve për të prodhuar acide yndyrore, shpjegon dietologja Lauren Harris. Këto acide yndyrore janë karburanti standard i artë për qelizat e zorës së trashë që mund të përmirësojnë barrierën e zorëve, të zvogëlojnë inflamacionin dhe të zvogëlojnë rrezikun e problemeve të zorës së trashë, citon Idris Noddet. Mund të forcojnë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Janë kryer disa studime për të ekzaminuar se si mikrobet e zorës reagojnë ndaj konsumit të drithrave të plota, duke përfshirë bukën me 100% dritë të plotë. Ngrënia e drithrave të plota mund të shërbejë profilit bakterial të zorëve tuaja. Disa studime kanë treguar se drithrat, duke përfshirë bukën me 100% dritë të plotë, rrisin sasinë e mikrobeve të quajtura bifidobakterie dhe laktobacille. Këto sasi të këtyre mikrobeve rriten lidhen me funksionet të përmirësuara të sistemit imun, ashtu si dhe ushqimet më të mira për të forcuar imunitetin. Ndiheni të kënaqur. Ka provuar që ngrënia e drithrave të plota të tilla si buka e thekrës me 100% mund të ndikojë te bakteriet e zorëve që çojnë ndjesinë e ngopjes. Ulëntimet tregojnë për shumë arsye edhe shkuarjen drejt të shërës, elbit dhe thekrës, të cilat mund të gjenden në disa bukë dhe drithra të plota. Megjithatë, është e rëndësishme që përpara se të ndryshoni këto, të flisni me mjekun tuaj për të përzgjedhur produkte sa më natyrale në dobi të shëndetit edhe para ndalimin e komplikacioneve të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.